Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e data 7 mars 2026, një ditë e rëndësishme, një ditë e veçantë, gëzuar 7 marsin, festa e mësuesve, festa e germave, sepse fëmijët mësojnë dhe nga te kemi vim nga librat dhe vim dhe nga mësuesit që na mësuan librat, pra ajo e germave të rëndësishme të arta që neve e flasim e shkruajmë. Por janë mësuesët pra që ne mundësin gëzuar dhe mbarësi ju uroj. Pikërisht kjo ditë është dita ku dielli në ndikim më të mirë dhe mundësi që jep ndikimet e çështjeve që kanë bëjnë në bashkëveprim me Mërkurin në retrograd në Peshk, duket se është edhe një nga ndikimet më të mëdha që mund lidhet me anën e ekonomike financiare, lidhet edhe me çështjet që kanë të bëjnë me pozicionimin e planeteve në fushën e karrierës dhe në fushën e punës, por gjithashtu do të pasur një vëmendje të shtuar në lidhje me transportin ose diçka që do të jemi të vëmendshëm ndaj detajeve, sepse nëse nuk jemi të kujdesshëm, atëherë kemi dhe probleme. Disa shtyrje të vogla, disa keqkuptime që kanë bënë, do të jenë të vëmendshëm binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit të liçit të dytë, janë më të ndikuar në këtë aspekt. Nëse ka të bëjnë shumë dhe lidhje me anën e pozicionimit planeteve, është një periudhë ku shumë gjëra do të ndryshojnë dhe shumë gjëra do të kemi. Por në të njëjtën ditë, sepse ky bashkëveprim Mërkuri në retrograd në Peshk, paraditja është pak e vështirë, kurse mbasditja duket se afërdita që formon një kënd me Neptunin në Dash është herë e dytë ku dy planetat takohen në shenjën e Dashit, një lidhje që krijon mundësi, krijon romans ose lidhjet me probleme, duket se rregullohen. Prandaj dita juaj, ndikimet që kanë bënë, mundësit që janë, koha, periudha, e keni dhe është ana më e mirë e mundshme në lidhje me çështjet ekonomike ose gjëra që kanë bënë. Ajo që do të duket është ndikimi i shenjave siç janë Dashi, Gaforia, Peshoria, Britsjapi, që kanë idur në 3 ditët e para të shenjës së tyre ose të dhjetë të tretë, ose që kanë ato që kanë afërditën Marsin në shenjën dhe më sipërme, kanë një ndikim shumë të madh dhe tepër pozitiv. Kjo do të thotë që është dhe momenti dhe mundësia, nëse keni pasur ndarje ose keni pasur probleme të kësaj natyre, duket se gjërat janë mjaft pozitive. Para se të fillojmë me 2 shenja zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri.sport dhe në kërkim të parashkimit të detajuar. Atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ro shkon atje. Atje e shikoni dhe duke klikuar mund zgjidhni një nga paketat që Astrologo.al ofron. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, është ai butoni që shkoni atje, e një dritare e vogël dhe aty pastaj mund të vendosni të dhënat dhe dërgoni emailin, më pas neve flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë çdo të mërkur në orën 20:00 jemi drejt për së drejti me juve. Duke klikuar, kemi këtë butonin tu. E klikoni, ndiqni hapat, ja pra siç e shikoni, dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Nëse doni më tepër informacion, në kohën që ne jemi drejt për së drejti, mund kaloni në privat. Dhe atje mund të dërgoni, sepse mbasi neve mbarojmë emisionin, përgjigjemi pyetjeve në abonimet momentale që janë në atë kohë, juve kërkoni pak më tepër informacion, e keni atje, hapeni dhe mund ta shikoni, ai është ai butoni atje, membership ose join, membership që lexon dhe e klikoni dhe më pas dërgoni emailin që ne t'ju dërgojmë nëpërmjet emailit ose në WhatsApp ose në Viber, mund të dërgoni WhatsAppin, si neve t'ju dërgojmë të dhënat ose të muajit, të javës, të ditës, ju e keni të rëndësishme, të pyetjen që do të bëni dhe merrni përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, duket se ka të bëjë shumë në lidhje me pozicionimin e planeteve dhe kohën që ndodhin fenomenet. Është një moment dhe një mundësi e artë mbi çështjet madhore që kanë të bëjnë me mundësitë, kohën
periudha kur ndodhin gjërat e mëdha sepse lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin ekonomiko-financiar. Është një mundësi shumë e mirë dhe pozicionimi i planeteve që juve ju ndihmon në këtë aspekt u jep mundësinë, kohën e duhur mbi ndryshimet që juve keni. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës së blerjes. Sepse ka të bëjnë kohën që juve mund keni bërë një pasuri paluajtshëm dhe jeni biseduar me Robin. Dhe ajo çka është mundësia që mund ta bëni blerjen pastaj në anën tjetër të pasurisë paluajtshme ose gjërave që mund keni pasur vetë ju, është koha kur ndodhin fenomenet. Në këtë ditë do keni kujdes në reklamat që bëhen, sepse ndryshe mund të thotë për një kapar ose gjë, këtu do të bëni kujdes. Dhe ditë që dytë kam të ndikuar në lidhje me pagesën ose me çështjet e tjera, sepse duke parë një numër dhe me atë numër bëni juve direkt, mund të bëni blerjet ose disa blerje të tjera, do bëni kujdes sepse amballazhi duket i bukur, por mos e shikoni nga numri direkt edhe bëni blerjen edhe pa e parë produktin. Keni kujdes në këtë aspekt. Në çështjet e dashurisë duket se me peshore është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, megjithëse demi duket se ka shumë gjëra dhe shumë mundësira të mira në lidhje me disa ndryshime, dhe të ndryshime janë shumë të mëdha, ndryshimet e punës, ndryshimet e karrierës, por meqense se keni disa periudha tani, çështjet ekonomike financiare do të thosha unë, sepse ndryshe mendoni, ndryshe veproni në një moment të caktuar, ndjeni pak a shumë në lidhje me ekonominë, me pak vështirësi, por ja dilni sepse keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e dashurisë, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që do të shikoni gjërat të ndryshojnë në favorin tuaj, të ndryshojnë në lidhje me ekonominë dhe në dashuri, sepse demi gjithmonë ka indikim shumë mirë, por me akrepët dhe dishit parë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët tani e tutje duket se kanë disa mundësi, këto janë mundësi të mira në ekonomi, në stabilizime, në vendime që mund të merrni, sepse janë dhe vendimet historike në kohën e duhur, në momentin e duhur për punën, për karrierën dhe për ndryshimet e tjera që do të shikoni dhe vetë, ku është momenti dhe koha e mjaft pozitive dhe tepër ideale në ndryshimet e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujor dhe me virgjëreshte dhe dishit parë është perfektja dhe jo vetëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa i përket gaforreve, meqense gaforret duket se kjo periudhë është periudha që kuvenon me ekonominë, me ndryshimin e madh që keni në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, ku tani për tani gjërat mund të mos jenë ashtu siç pritet, por është një periudhë mjaft e mirë, duket se ndryshimi i madh që vjen drejt jush nuk është se ka diçka problematike që nuk e zgjidhni dot për arsyet e punës suaj, por vjen një moment mjaft i mirë sepse është dhe koha tani që është mbi zgjidhje të problematikave të periudhave të ndryshme që mund keni tani për tani, është një mundësi mjaft e mirë. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore gjërat, sepse është koha juaj dhe momenti ideal. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrep duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë luani. Me luanët, për luanët duket se kjo periudhë ka një indikim mjaft të mirë, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur disa çështje të lëna pas dore, them unë, për arsye të karrierës suaj, për arsye të punës suaj, por duket se një nga momentet më të mira që keni tani është momenti i ndryshimeve dhe i zgjidhjeve të problematikave, sepse pikërisht kjo periudhë ka të bëjnë edhe me ndikime të tjera, e dita është ngarkuar, do të thosha unë, për arsye të ekonomisë, por jo se ka diçka problematike. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe me akrep duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat duket se vërtet kanë disa mundësia më e mirë për ta është ana ekonomike financiare dhe një nga ndryshimet që kanë bërë në biznesin ose me karrierën e tyre. Lidhet direkt me anën e financave të çështjeve ekonomike, por dhe një ndryshim i papritur mund të ndikojnë jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët dhe dishit parë, me akrepët dhe dishit tret është perfektja. Vjen tek shenja e radhës, që do thotë shenja
e peshores. Përsa përket peshoreve, me që se peshorët e tani e tutje kanë disa mundësi që vërtet e zgjidhin problematikat e tyre, i zgjidhin çështjet problematike që kanë pasur ose kanë disa gjëra që nuk i kanë zgjidhur akoma. Vjen momenti tani mbi kohën e duhur, mbi momentin ekonomiko-financiar, sepse mund të zgjidhin çështjet ashtu siç ata dëshirojnë dhe rregullojnë gjërat e tyre. Është një mundësi shumë e mirë tani pozitive në ekonomi, pozitive në vendimet që marrin dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit të tretë, me ujorët dhe diçit të tretë që është edhe koha mjaft e mirë për ekonominë, për stabilizimin dhe ndryshimet e tjera që do vinë gjatë rrugtimit. Por meqense kemi një periudhë mjaft të mirë tani për tani, duket se koha ka treguar që jeni me fat në këtë aspekt, por mos harroni sepse peshore e dash në dashuri është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepit. Akrepi dashur, nëse keni pasur probleme të tipit të punës ose të karrierës, duke se tani ka ardhur momenti dhe koha, ndryshimi mbi vendimet që mund të merrni, janë disa periudha mjaft mira në ekonomi, por gjithashtu edhe pse juve keni pak një problem të vogël në anën tuaj të pozicionimit të planeteve, sepse duket se kjo periudhë është puna, është karriera, janë ndryshimet që bëhen, por në anën tjetër keni një moment mjaft pozitiv në fushën e dashurisë, sepse duket se gjërat i keni në vijë juve dhe është edhe momenti, periudha më e mirë e mundshme në ndryshimet që do të bëni si akrep që jeni, por në lidhje me punën gjithmonë. Në lidhje me dashurinë duket se me luan dhe me peshk është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shigjetari. Përsa përket shigjetarët duket se kjo periudhë është periudha e anës ekonomike financiare, me një nga mënyrat se si vinë gjërat ose se si rregulloni juve në anën tuaj, është edhe një mundësi mjaft e mirë tani në këtë periudhë, është periudha që vërtet do të zgjidhni çështjet problematike, vërtet do të zgjidhni gjëra që nuk i keni zgjidhur më përpara, por vjen momenti tani dhe koha e duhur për të stabilizuar biznesin tuaj dhe karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të diçit parë dhe me binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e ndikimit të madh që do thotë bricjapi. Për bricjapët duket se koha tregon që jeni me fat në një farë mënyre në ekonomi dhe në stabilizimin e tyre, por meqense një punë tani një punë është mjaft e vështirë nëse do të merrni vendime të rëndësishme, sepse koha tregon që në vendimet e rëndësishme juve dini çfarë bëni, por në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit të dytë, është koha juaj dhe momenti më i mirë. Në çështjet që lidhen me një udhëtim, do prisni pak mos u nxitoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për ujorët duket se jo se kanë pasur probleme ose kanë pasur çështje të pasgjidhshme, por duket se kjo periudhë ju takon në lidhje me ekonominë, lidhje me stabilizimin, lidhje me ndryshimet të mëdha, po është momenti dhe koha e duhur, sepse zgjidhni çështje problematike, zgjidhni gjëra të mëdha që kanë qenë në punë, në karrierën tuaj, në disa mundësi të arta që keni në fushën e biznesit, dhe është një moment mjaft i mirë tani, stabilizues dhe konkretizues në ato që do të bëni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me peshore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Përsa përket peshqive, peshqit kërkojnë pak vëmendjen e tyre, kërkojnë pak durimin, sepse nga ndonjëherë mund të nisni diçka të mirë juve, mund të nisni diçka që nuk ju përket disi për atë çka doni të bëni, por mirë është që të rishikohet ndonjëherë gjërat që doni të bëni në fushën e karrierës suaj për një mirë arsye që keni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me gjërat që do të ndryshojnë në fushën e karrierës, por megjithatë tani për tani kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe mjaft vendimarrëse në fakt për peshqit, e peshqit kanë çështjet e punës të lënë në pezull, kanë disa gjëra që nuk i kanë akoma rregulluar, e kështu me radhë, por këto janë gjëra momentale, do thosh unë, për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj dhe të gjërave që do të ndikojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me kafore dhe me akrep dhe diçit parë është diçka pozitive. Në fushën e bashkimit familjar, peshk binjake kanë mundësinë dhe kohën, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme dhe një ditë e ndikimit të madh, që do thotë data 7
mars 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë, por ju që interesoni për parashimet e detajuara, astrologo.al. Faqja e rrosë shkon atje, duke klikuar, duke parë, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti, jo vetëm se do të merrni përgjigje në WhatsApp, në Viber, në Skype, do flasim për në detaje, sepse parashikimet kërkojnë kohën, kërkojnë vëmendje, nuk është një pyetje ose një pyetje përgjigje, por janë parashikime që juve kërkoni për shembull martesa, fejesa, gjëra të kësaj natyre dhe kërkohet kohë. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar pyetjen tuaj dhe të merrni përgjigje drejt për së drejti çdo të mërkurë në orën 20:00. Nëse doni më tepër informacion, atëherë në fund të emisionit kaloni direkt në privat dhe atje duke klikuar membership ose join, e klikoni, e shikoni dhe bëni një abonim momental, se gjërat e mira duhet jenë të lira dhe aty është pyetje përgjigje direkt online, jemi bashkë, flasim bashkë, më dëgjoni, ju dëgjoj, në kuptimin e fjalës që dërgoj mesazhe dhe merrni përgjigjen direkt nëpërmjet mesazheve. Nga unë Rupulla, ju uroj më të mirë të mundshme. Gjithë mirat.